Qeveria po rishikon sërish projekt vendimin për çmimet e referencës së ndërtesave për banim në rreth e për herë të parë në artën e çmimeve të referencës do të përfshihen të gjitha zonat rurale të Shqipërisë sipas ndarjes territoriale të vendit në qytet fshat. Sipas projekt vendimit, çmimet e referencës për zonat rurale propozohet të jenë të njëjta me çmimet aktuale të referencës të pandryshuara që aplikohen sot për qytetet. E njëjta logjik për vendosjen e çmimeve të referencës është ndjekur dhe për zonat e tjera bregdetare, ku po zhvillon shumë zona rezidenciale. Disa zona bregdetare të vendit që po njohin zhvillim për ndërtesat rezidenciale janë ndarë në disa zona kadastrale me çmime të ndryshme reference të përfshira dhe në zona urbane dhe rurale. Çmimi i referencës për ndërtesat për vijën bregdetare të radhimës është propozuar të jetë 90.000 lekë për metër katror, ku në tabelat e rishikuara përfshihet në çmimet e referencës së zonës urbane Radhim dhe Orikum. Ndërsa zona rurale e Vlorës që shtohet si zonë e re numër 8 përfshirë dhe atë të radhimës pa vijën e parë bregdetare do të ketë çmim të referencës 61.800 lekë për metër katror, i barabartë me çmimin aktual të zonës së qytetit për Bashkinë Vlorë. Në hartën e çmimeve urbane të referencës për Sarandën është përfshirë dhe vija bregdetare e Ksamilit me çmime reference që do të variojnë nga 60.000 lekë deri në 100.000 lekë për metër katror. Me ndryshimet e propozuara dhe Sarandës i shtohet një zonë e re që përfshin fshatrat me çmim reference 56.000 lekë për metër katror, i barabartë me çmimin aktual të qytetit të Sarandës. Ndërkohë do të rriten detyrimet e taksës të ndërtesës edhe për zonat rurale. Kështu rritje të ndjeshme të çmimeve të referencës parashikohen edhe për zona bregdetare si Himara, Saranda dhe Vlora. Me artën e re, Himara ndahet në 5 zona kadastrale, ku rritja më e lartë, prej 141% parashikohet për zonën numër 1, duke çuar çmimin nga 58.000 në 140.000 lekë për metër katror. Saranda gjithashtu ndahet në 5 zona, ku për zonat numër 1 dhe 3 çmimi i referencës arrin në 100.000 lekë për metër katror, ose 78.6% më shumë se çmimi i mëparshëm. Edhe Vlora do të ndahet në 7 zona kadastrale, ku 4 prej tyre janë brenda qytetit, ndërsa zonat e tjera përfshin Radhimën, Orikumin dhe ishullin e Sazanit. Rritja më e lartë e çmimeve të referencës në këtë bashki parashikohet pikërisht për ishullin e Sazanit. Sazani si zonë reference për herë të parë, i cili deri më tani nuk ka qenë zonë e banueshme, përfshihet për herë të parë si zonë kadastrale në hartën e metodologjisë për llogaritjen e taksës mbi ndërtesën. Kjo ndodh pas prezantimit të projektit rezidencial të zhvilluar nga kompania në pronësi të sipërmarrësit Gerard Kushner. Për ishullin e Sazanit çmimi i referencës përcaktohet në 200.000 lekë për metër katror, ose rreth 233% më i lartë krahasuar me çmimin e mëparshëm referues për qytetin e Vlorës. Ndërkohë, ligji për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme është botuar në pletoren zyrtare, po për zbatimin e tij pritet miratimi i akteve nënligjore.